Orlando Koja, trajneri i ekipit të parë të volejbollit të vajzave Skënderbeu, rrëfen për CNA TV, rrugëtimin e tij të gjatë dhe të suksesshëm në volejboll. I lindur në një familje me traditë në këtë sport, pasioni i tij lindi që në moshë të vogël, i frymëzuar nga babai i tij Vangel Koja, një emër i njohur në volejbollin shqiptar. Koja kujton se kontakti i tij i parë me volejbollin ndodhi që në moshën 5-6 vjeçare, kur ndiqte nga afër ndeshjet dhe stërvitjet e babait të tij, duke parë nga afër ekipin e nivelit të lartë që ai drejtonte. Ai u magjeps nga ky sport dhe filloi ta shihte veten si pjesë të tij. Që në moshë të vogël, besoj se ajo babai ka qenë ai shembulli dhe iniciatori që më pruri mua në fushat e volejbollit. E ndiqja që i vogël, shifja ndeshjet që kur kam qenë moshën 5-6 vjeç, shifsha skuadrat në nivelit lartë që babai stërviste dhe luante, edhe megjithëse u apasionova që në atë moshë. Megjithatë, rrugëtimi i tij nuk ishte i lehtë. Në Shqipërinë e asaj kohe ekzistonte ideja se fëmijët e trajnerëve apo sportistëve të njohur duhet të dëshmonin akoma më shumë vlerat e tyre për të mos u parë si pasues të thjeshtë të prindërve. Për këtë arsye, Koja thekson se që në fillimet e tij është përballur me sfida të vështira për të ndërtuar një emër të pavarur. Sfidë gjithmonë se në Shqipërinë asaj kohe ishte pak ajo ideja që tani nuk ekziston më, që duhet të dëshmosh akoma më shumë që meritoje, që kishe vlera dhe jo të rishën në hijen e babait, kështu që ka qenë gjithmonë sfidë dhe jam përballuar gjithmonë me situata të vështira. Po gjithmonë pasioni ka bizotruar, kështu që edhe kam ecur gjithmonë përpara. Rruga e tij sportive nisi në klasat sportive të shkollës Fanoli, ku pati fatin të stërvitej nga disa prej legjendave të volejbollit shqiptar si Aslan Rusi, Leonard Tase dhe Todi Koçi. Pas kësaj, ai kaloi te ekipet e të rinjve, ku trajnua nga një tjetër emër i madh, Ylli Shehu. Në moshën 16 vjeçare, ai u bashkua ekipit të parë të Dinamos, ku pati mundësinë të luante në nivele të larta dhe të fitonte disa tituj kampion me këtë skuadër. Megjithatë, duke qenë se babai i tij ishte trajneri Dinamos, Orlando Koja e ndjente se kjo e vendoste në një pozitë të vështirë. Ai dëshironte të provohej jashtë ndikimit të tij dhe të krijonte rrugën e tij të pavarur. Karriera ka nisur në klasat sportive të shkollës Fanoli. Trajnerët e mi të parë ishin Aslan Rusi, Leonard Tase, Todi Koçi, ishin gjithë legjendat volejbollit shqiptar. Kështu që na mësuan që në moshë të vogël me dashurinë dhe me teknikën e me nivelin e lartë që ato kishin. Pastaj kalova ke ekipet e të rinjve. Isha trajner Ylli Shehun, që ishte edhe një legjendë tjetër e volejbollit të Dinamos. Duke kaluar në moshën 16 vjeç, kalova në ekipin e Dinamos, ekipin e parë. Dhe mora pjesë në disa tituj kampion që i morën ato kohë. Pastaj edhe për faktin që i ndija pak të veten të ngushtë aty, duke punuar me babain, ishte marrëdhënie e vështirë. Vendosa të ikë një klub studenti, ku trajneri ishte Ylli Tomori, një tjetër legjendë e volejbollit, kështu që edhe aty përfitova shumë nga profesor Ylli. Në vitin 1990, Koja mori një vendim të rëndësishëm të largohej nga Shqipëria për të vazhduar karrierën e tij në Itali. Për një volejbollist shqiptar në ato kohë, ky ishte një hap i madh, pasi volejbolli shqiptar nuk kishte një emër të njohur në skenën ndërkombëtare. Pas shumë përpjekjesh dhe pune të palodhur, ai arriti të luante në kategoritë më të larta dhe të fitonte Kupën e Italisë, një nga sukseset më të mëdha të karrierës së tij si volejbollist. Në vitin 1990 vendosa të largohesha nga Shqipëria dhe fillova me volejbollin italian nga zero, se edhe neve nuk kishim shumë emër si volejboll. Kështu që ngjita shkallë dal nga dal derisa arrita në vitet e ardhshme të dal edhe fitoj Kupën e Italisë, të kaloj me ekip nga kategoria e 3-4 që ishën, 2 të parën, kështu që i bëra gjithë shkallët, edhe fitova shumë, edhe unë kompletova. Në vitin 2015, Koja vendosi të përballej me një sfidë të re dhe të zhvendosej në Shtetet e Bashkuara. Atje ai u bë drejtor sportiv i klubit të volejbollit
Forza One, një klub me rreth 60 skuadra i drejtuar nga Kristina Nikoli, një ish volejboliste e njohur shqiptare. Në këtë periudhë 10 vjeçare ai pati mundësinë të njihte nga afër volejbollin amerikan dhe të ngrinte nivelin e skuadrave që drejtonte. Gjatë kësaj kohe ai fitoi disa turne të rëndësishëm duke përfshirë medaljen e artë në turneun e Las Vegasit dhe medalje bronzi në Indianapolis dhe Philadelphia. Në 2015 vendosa të shkoj të provoj edhe eksperiencën amerikane. Ishe një drejtor sportiv një klubi volejbolli, që quhet Forza One, me rreth 60 skuadra. Edhe pronart ishe një ish volejboliste e vllaznisë së shkollës Kristina Nikoli, që ishte ajo që donte absolutisht që unë të ngrija nivelin e klubit saj. Kështu që aty kam net gati 10 vjet. Edhe kisha në zotërim gjithë ekipet, edhe gjithë kampionatet që bërnë të moshave të ndryshme. Ishte një eksperiencë fantastike, se pata mundësinë edhe të shoh volejbollin amerikan, që është niveli i lartë, edhe të marr pjesë në gjithë këto aktivitete, duke fituar mjaft, fituar disa kupa, fituam një medalje në torneun e medaljen e artë në torneun e Las Vegasit. Kemi dalë 2 herë me medalje bronzi në turnet e Indianapolis edhe në Philadelphia, edhe kështu që eksperienca shumë të plota, kam ngritur në nivelin me tim si trajner edhe si sportist në përgjithësi. Pas një dekade jashtë vendit, Orlando Koja vendosi të rikthehej në Shqipëri dhe të punonte me volejbollin vendas. Prej 3 vitesh ai drejton ekipin e vajzave të Skënderbeut në Korçë, ku ka arritur suksese të mëdha. Më këto 3 vite fund jam kthyer në Korçë. Jam shumë i kënaqur që bëra këtë eksperiencë të Korçë, duke fituar dhe këtu tituj dhe në 3 vjet kemi fituar mbi 10 kupa. Sipas tij, një nga problemet kryesore të volejbollit shqiptar sot është mungesa e një strukture të mirëfillt për zhvillimin e moshave. Ai tregon se dikur punohej me moshat në mënyrë shkencore dhe me kushte shumë të mira, duke theksuar se kjo është baza e një volejbolli të fortë dhe duhet t'i rikthehemi këtij modeli. Gjëja e parë që mund të them kështu e qartë fare është që në moshat ato janë kilometra larg, janë shumë, domethënë punohet me moshat në mënyrë shkencore, për ditore, me kushte shumë të mira, me trajner të nivelit lartë, kështu që ajo handikapi jon fillon nga niveli moshave. Kështu që atë pastaj çojmë përpara deri në ekipet e të rritërve, kështu që puna me moshat është baza e ngritjes së nivelit të volejbollit. Kështu që ato shkollat e mira të volejbollit e kanë punën me moshat shumë sistematike dhe shumë të organizuar. Lidhja e tij me volejbollin nuk mbetet vetëm profesionale, por edhe familjare. Orlando Koja ka 2 djemë dhe 3 vajza, dhe 2 djemët e tij tashmë po ndjekin hapat e tatit. Unë kam 2 djemë, edhe 3 vajza që janë më të vogla, po 2 djemë që janë më të rritur, të 2 merren me volejboll. Njëri luan me ekipin e Prishtinës në Kosovë, një tjetër luan me ekipin e Studentit. Që janë lojtarë të mirë, më pëlqen se kanë dëshirë edhe punojnë shumë. Kështu që vazhdon tradita familjes Koja në volejboll. Nga një fëmijë që ndiqte me admirim ndeshjet e tatit te një sportist dhe trajner me përvojë ndërkombëtare, Orlando Koja ka ndërtuar një karrierë të pasur dhe të suksesshme në volejboll, me përkushtim, punë të palodhur dhe sfida të shumta. Ai ka arritur majat e këtij sporti si lojtar dhe si trajner, duke lënë gjurmë në volejbollin shqiptar, italian dhe ata amerikan. Sot ai vazhdon të jap kontributin e tij për zhvillimin e volejbollit në Shqipëri, duke drejtuar me sukses ekipin e Skënderbeut. Për të suksesi nuk matet vetëm me titujt dhe trofet e fituar, por me përmirësimin dhe rritjen e çdo lojtari që ai stërvit. Ndërkohë tradita e volejbollit në familjen Koja vazhdon me brezin e ri, duke dëshmuar se pasioni dhe dashuria për këtë sport janë vlera që kalojnë nga njëri brez në tjetrin.